Modelja Mise Beqiri Maloku ishte vetëm 25 vjeçe kur e takoi pedofilin Jeffrey Epstein. Ajo është shqiptarja e parë femër deri tani që rezulton se ka pasur kontakte me të. Nga bisedat e tyre të publikuara kuptohet se mes tyre kishte një relacion jo vetëm shoqëror, por edhe diçka më shumë, pasi flisnin për gjëra personale dhe i drejtoheshin njëri tjetrit me fjalë të ngrohta. Në dosjet e publikuara nga Departamenti i Drejtësisë, emri i saj përmendet në 204 shkresa tashmë të bëra publike, ku edhe pse disa janë të redaktuara, emri i saj i plot në shumë prej tyre ka mbetur i ekspozuar. Sipas komunikimeve, rezulton se ajo ka kontaktuar me Epstein më 8 shtator 2011, që është edhe emaili i parë ku vetë prezantohet pasi ishte propozuar ta kontaktonte nga dikush tjetër. Përshëndetje Jeffrey, jam Mise, një shoqe e Tancredit. Ai më tha të shkruaj në lidhje me qëndrimin tim në New York. Mikpritja juaj vlerësohet shumë, do të mbërrij më datë 10 dhe do të largohem më datë 18. Tancredi më ka folur shumë për ju dhe për faktin se shumë ju vlerëson dhe mezi pres të takohemi. Me respekt, Mise. Këtij emaili është përgjigjur asistentja personale e Jeffrey Epstein, shtetisja Leslie Groff, e cila ka vijuar komunikimet duke i kërkuar fotografi dhe të dhëna për shqiptaren e rritur në Suedi dhe Angli. Pas disa shkëmbimeve me email, në komunikim hyn edhe vet Epstein, i cili kishte vetëm pak muaj që kishte përfunduar dënimin prej 18 muajsh për pedofili, por që në qeli kishte qëndruar 13 muaj. Përshëndetje Mise, a mund të më dërgosh të lutem detajet e mbërritjes tënde në New York nesër? Kam rregulluar që gjatë qëndrimit tënd të akomodohesh në një nga apartamentet e tij për mysafir. Adresa është 301 E 66 ST. Do të jesh në apartamentin 4M. Portieri do të ketë një letër për ty me kodin e hyrjes së apartamentit. Ne nuk përdorim çelësa, por tastier me kod për të hyrë. A mund të më japësh edhe numrin tënd të telefonit? Bisedat mes tyre vazhdojnë në datat në vijim kur Mise Beqiri organizohet udhëtimi drejt New Yorkut për të takuar me Epstein më datë 16 shtator 2011. Për të gjitha, sipas dosjes që Mas Shqip ka lexuar, është marrë asistentja Epstein, Groff, deri te makina që e prit në aeroport, sistemimi i saj në një nga apartamentet e Epstein për miqt në New York dhe më 17 shtator 2011 takimi i tyre në vilën e Epstein në Manhattan në orën 20:30. Pas këtij takimi, bisedat kanë vazhduar ku modelja shqiptare ka mbajtur kontakte direkte me Epstein, për të cilat në komunikime vërej afrimiteti, aq sa ai kërkon një shoqet në Milano për ta takuar, pasi vetë ajo ndodhej larg. Nga komunikimet, modelja i thotë se kishte folur me një shoqe të saj, por ajo kishte frikë pasi kishte të dashur. Komunikimet vazhdojnë me plane për takime në Paris, Karaibe apo me personazhe të njohur të botës së modës në SBA për të vijuar karrierën si modele. Më 26 shtator 2011 në orën 16:19, Mise Beqiri shkroi: Zemër, e humba telefonin, jam në Suedi, kam punë këtu këtë javë, më 10 po nise për në Milano. Si je, po mendoja për ty dje. Në një moment modelja i thotë se po dilte me një djalë, por nuk kishte mendje për gjëra serioze, ndërsa Epstein e pyet se kush është ai. Më 26 shtator 2011 në orën 13:56, Jeffrey Epstein shkroi: Jam në Paris, ku je? Sapo mbërrita sot në shtëpi për Krishtlindje. Jam ende beqare, kam dalë me dikë, por nuk jam gati për asgjë serioze ende. Besoj se udhëtimet po ma bëjnë pak rëmu jetën. Ku je ti? Më 23 dhjetor 2011 në orën 22:26, Jeffrey Epstein shkroi: Ku je dhe si e ka emrin ai? Komunikimi i fundit në dokumentet e publikuara është më datë 22 mars 2012, por nuk dihet nëse ka të tjera përveç këtyre tashmë publike. Mise Beqiri sot rezulton 39 vjeçë dhe është nënë e 2 fëmijëve. Ajo ka qenë martuar më parë me portierin danez të Manchester United. Ajo është rritur në Suedi, megjithëse familja e saj është me origjinë nga Kosova.